Fidan Shabi u mor nga policia në njërin nga banesat e stacionit hekurudhor që ishte në përkujdesin e B Kastratit, e cila sipas burimeve të Klan Kosovës është vajza e biznesmenit të vrarë Sali Kastratit. Policia me këtë rast e ka arrestuar atë. Ne kemi arrestuar edhe një të dyshuar të gjinisë femnore, cila është në mbajtje me vendim të prokurorit, ju ka përcaktuar masa e paraburgimit. Sipas Ibrajt, përveç Kastratit është arrestuar edhe një tjetër person i mitur, A. Luka, pasi i njëjti dyshohet të ketë vënë eksploziv 3 muaj më parë në një rrugë të Pejës. Por si ka ardhur deri tek vdekja e 20 vjeçarit edhe motivet që e sollën atë ende nuk dihet. Rrethonat mbi shkaktimin e vdekjes jemi duke jetuar dhe pas ekzaminimit i cili trup do të dërgohet në Institutin Mjekologjor në Prishtinë, do të konstatohet edhe mënyra e vdekjes tij dhe ne do të punojmë në vazhdimsi për të arrestuar edhe persona tjerë nëse janë të implikuar në rast. Në polici ende nuk kapin detaje nëse gjetja e trupit të Bajet e Fidan Shabit ka lidhje me atentatin ndaj biznesmenit Sali Kastrati, i cili vdiq me 18 prill. Një aksion humanitar i nisur para 5 muajsh pati sukses. Fal parave që mbledhën një grup të rinj nisën ndërtimin e shtëpive për të pastrijat.